Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Agron Llakaj në gjendje të rëndë shëndetësore, shtrohet me urgjencë në spital. Në një postim në Instagram, Agron Llakaj rëfen se ndonë se arsyeja që çoi në spital ishte ajo shëndetësore. Fakti që e ka tronditur më shumë ishte situata kaotike dhe mungesa e respektit që përballojnë përdit mjekët shqiptar. Llakaj përshkruan me realizëm atmosferën e natës në urgjencë. Turma njerëzish, dhoma të mbushura përtej kapaciteteve, mjek dhe infermierë që vrapojnë për të shpëtuar jetë dhe në mesin e gjithë kësaj, një djalë i fortë që me arrogancë kërkonte trajtim për baban e tij duke fyer dhe kërcënuar stafin mjekësor. I fortë i flet dhe thot: "Ore, merr vesh ti me kë po flet, unë të martoj të tëm." "Dakor," thot doktori, "do ta shërojmë baban sot dhe nesër martoma të tëm." Dialogu megjithse me nota ironie shpalos një realitet të dhimbshëm në sistemin shëndetësor publik, ku mjekët përballen çdo ditë me mungesë kushtesh, presione, dhunë verbale dhe emocione të stërngarkuara nga familjarë të dëshpëruar. E megjithatë, ata vazhdojnë të qëndrojnë në krye të detyrës me dinjitet dhe profesionalizëm. Ajo që ka bërë më shumë përshtypje tek aktori është përgjigjja e mjekut, kur Agron Llakaj e pyeti se si arrin të ruajë qetësinë në situata të tilla. Mjeku i tha: "Kur futem në punë, bëj ndërrim gjaku, fuz gjak nordik dhe heq gjakun prej shqiptari. Përndryshe do shërbenim me automatik." Ky koment ironik dhe plot sarkazëm në thelb ka një akuzë të heshtur ndaj shoqërisë shqiptare, që shpesh i nënvlerëson dhe i trajton me mosmirënjohje ata që janë në vijën e parë të jetës dhe vdekjes, pra mjekët dhe infermierët. Agron Llakaj përfundon postimin me një mesazh të qartë: "Këta profesionistë janë heroj dhe duhet t'i respektojmë dhe t'i vlerësojmë si të tillë." Ai fton opinionin publik të reflektojë jo vetëm për përpjekjet e lodhshme të stafit mjekësor, por edhe për mënyrën si shoqëria jonë sillet me ata që sakrifikojnë më shumë. Ky rrëfim prekës vjen në një kohë kur Shqipëria përballet me largimin masiv të mjekëve dhe profesionistëve shëndetësor për shkak të pagave të ulta, kushteve të vështira të punës dhe mungesës së mbështetjes institucionale. Por mes kësaj errësire ka ende zëra si ai Agron Llakaj që ndriçojnë një të vërtetë: dinjiteti dhe humanizmi nuk kanë emër tjetër përveç se mjek shqiptar.